Kosova dhe diaspora e saj. Kjo temë është diskutuar shumë. Diskutohet më së shumti prej njerëzve që jetojnë në Kosovë. Është diskutuar shpesh nëpër familje, në kafe, në media, kajherë dhe në politikë, e shumë në rrjete sociale. Shumë rrallë kemi ndëgjuar njerëz që jetojnë në diasporë të flasin për këtë temë nga perspektiva e tyne. Unë jam lind në Kosovë, edhe kam jetu 8 vjet e para të jetës sem. E tash, që 31 vjet, jetoj në diasporë. Prandaj, sot du me fol për këtë temë, prej të dyja anëve. Jo me marr anë, as me gjyku. Nuk du me thonë njëra palë ka të drejtë e tjetra ka gabim. Sepse për mu, kjo nuk është një garë mes Kosovës dhe diasporës, është një histori që na përket të gjithëve. Unë mundem me jetu në Kosovë, po edhe në Gjermani, mundem me jetu në Belgjik, mundem me jetu ku do në botë. Ama një gjë nuk ndryshon asnjëherë. Unë jam rani pe Kosovës. Dhe kjo njerëz nuk më ka ndryshu asnjëherë. Edhe pikërisht se kam jetu në të dy anët e kësaj historie, mendoj që kam të drejtën me dhënë një mendim. Me fol për atë që e dim, me fol për atë që nuk e dim, me i pa do numra, me i pa do fakte, po edhe me i pa do njerëz që fshihen pas këtyne numrave. Sepse kur flasim për diasporën, nuk flasim vetëm për miliarda euro. Flasim për nëna, për baballar, flasim për fëmijë, edhe familje të ndame në 2 shtete. Flasim për njerëz që kanë ikë për një jetë më të mirë. Ama një pjesë të zemrës së tyne e kanë lënë në Kosovë. E ndoshta një pyetje që shumë prej nesh e kemi në mendje. Duhet me bë. A është diaspora ajo që e mban Kosovën gjallë? Apo është Kosova ajo që e mban diasporën të lidhur me rënjet e veta? Sot nuk du me i dhoni përgjigje të gatshme. Du me kërku bashkë me juve. Me numra, me fakte, me histori. Dhe me një prej pyetjeve më të thjeshta. Çka jemi për njëri tjetrin? Kosova dhe diaspora. Kjo është ajo që du me kuptu sot. Para se me fol për diasporën, pa tjetër se du me fol për Kosovën. Sa njerëz jetojnë në Kosovë? Sa njerëz kanë jetu në Kosovë përpara? Sa njerëz po largohen prej Kosovës? Sipas regjistrimit të popullsisë të vitit 2024, Kosova i kishte 1.602.515 banor rezident. Ama ekziston edhe një shifër tjetër zyrtare. Sipas vlerësimit të popullsisë për vitin 2024, Agjencia e Statistikave të Kosovës e vlerësoi popullsinë rezidente në 1.585.590 banor. Këto 2 shifra nuk duhet me i përzi, sepse regjistrimi i popullsisë dhe vlerësimi i popullsisë janë 2 mënyra të ndryshme të matjes statistikore. Ama,
Kur e shohim këtë numër, duhet me kuptu një gjë. Kjo është vetëm njumi njerëzve që jetojnë në Kosovë. Jo numri i shqiptarëve të Kosovës në krejt botën, sepse një pjesë shumë e madhe e shqiptarëve të Kosovës jetojnë jashtë kufive të saj. E pikërisht këtu fillon pyetja jonë. Sa e madhe është Kosova në të vërtetë? A është Kosova vetëm territori brenda kufive? Apo edhe ajo pjesa që jeton jashtë dhe vazhdon me pas një lidhje emocionale edhe familjen e tyne në Kosovë? Vazhdon me dërgu parën në Kosovë, vazhdon me investu atje, vazhdon me shku çdo pushim, ndoshta me konsideru Kosovën ende si shtëpinë e tyre. Prandaj, kur flasim për Kosovën, nuk mundemi me pa vetëm hartën. Duhet me pa edhe popullin, të gjithë popullin. Një pjesë e madhe e këtij populli jeton jashtë kufive të saj. Tash vjen një pyetje tjetër. Apo zvoglohet popullsia e Kosovës? Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikës së Kosovës për vitin 2024, 37.451 persona emigruan nga Kosova. Në të njëjtën kohë, 9.038 persona emigruan në Kosovë. Kjo do të thotë e kemi një neto negativ me 28.413 persona. Pra, më shumë njerëz u larguan nga Kosova se sa u kthyen ose se sa erdhën. Kjo është një shifër. Ama, pas kësaj shifre, janë mira histori. Një iri që shkon për punë, një familje që bashkohen me familjarët, një student që nuk kthehet më pas studimeve, një profesionist që e gjen një mundësi jashtë. Kur këto histori mlidhen bashk, ato bëhen statistik. Dhe pyetja është, çka ndodh me një vend kur hub vazhdimisht njerëz të vet? Ndoshta, pyetja tjetër është hala më e rëndësishme. Apo largohet vetëm popullsia? A po largohet edhe potenciali i Kosovës? Tash të flasim për numrin që ndoshta e kemi ndëgju më së shumti, për emitancat. Në vitin 2025, sipas BKQ-s, emitancat arritën në rreth 1.42 miliard euro. Ama këto do të me qenë të sakt, sepse kjo shifër është prelimentare. Deri në nëntor, remitancat kishin arrit në rreth 1.28 miliard euro. Ama në dhjetor, Banka Qendrore e Kosovës e vlerësoi preliminarisht rreth 140.0 milion euro dhe totali prelimitar për vitin 2025 arriti në rreth 1.42 miliard euro. Ama çka do të thotë kjo për Kosovën? Sipas Fondit Monetar Ndërkombëtar, remitancat përbënin preliminarisht rreth 12.4% të bruto produktit vendor të Kosovës në vitin 2025. Pra, nuk po flasim për një numër ose një shumë të vogël. Po flasim për një burim shumë të rëndësishëm të ekonomisë së Kosovës.
Ama duhet me bo një dallim. Sepse remitanca nuk është e njëjta gjasë si kur investimi. Një person që i dërgon 500 euro familjes, ai nuk është duke investu patjetër në ekonomi. Mundet me pagu ushqim, mundet me pagu qira, fatura, do shta dhe shkollim, e najherë shëndetësi, po edhe shpënzimet të tjera të familjes. Prandaj, 1.42 miliard euro janë pare që hynë në Kosovë nga remitancat. Kjo nuk do të thotë që 1.42 miliard euro janë investime. Kjo thjesht do të thotë që 1.42 miliard euro kanë hyrë në Kosovë. Tash, vim të investimet. Sipas Bankës Qendrore të Kosovës, deri në fund të nëndorit 2025, investimet direkte në Kosovë arritën në 934 milion euro. Ama këto do të me qenë shumë të kujdesshëm, sepse kjo shifër është për investimet direkte totale dhe i referohet periudhës janar deri në nëndor 2025. Nuk është rezultat përfundimtar. Nuk mundemi me thonë se këto 934 milion euro janë investimet të diasporës, sepse investimet e huaja direkte përfshin edhe investime nga burime të ndryshme. Pra, FDI totale është në njëjta gjë me investimet e diasporës. Ama kjo na tregon diçka. Kosova po pranon kapital nga jashtë. Dhe pyetja që duhet me bë është: sa prej këtij kapitali po shkon në prodhim? Sa po krijon vende pune? Sa po krijon kompani të reja? Sa po krijon eksport? E sa prej tij po shkon në pasuri të paluajtshme? Sepse jo çdo euro që hyn në Kosovë e ka të njëjtin ndikim në të ardhmen e Kosovës. Tash kemi një statistikë tjetër interesante. Sipas të dhënave të regjistrimit të popullsisë dhe banesave të vitit 2024, në Kosovë janë regjistruar 581.095 banesa. Prej tyne, 207.165 banesa janë të pabanuara. Kjo është dikon rreth 35.7% e numrit të përgjithshëm të krejt banesave. Pra, më shumë se 1 në të 3 banesa rezulton e pabanuar. Ama edhe këtu do të me qenë të kujdesshëm. Kjo nuk do të thotë që 35.7% e banesave janë në pronësi të diasporës. Statistikat që kemi nuk na japin një numër të tillë. Disa prej këtyre banesave mund të jenë për shitje, disa mund të jenë për qira, disa mund të jenë për përdorime të tjera, disa mund të jenë shtëpi ku pronarët jetojnë jashtë. E pikërisht këtu na del një pyetje shumë interesante. Sa pi pasurive të palojshme janë të lidhura me diasporën? Sa banesa? Sa shtëpia? Sa toka? E sa prona? E sa pare janë investu në to? E për këtë, nuk e kemi një statistikë të vetme zyrtare, që na jep një përgjigje të plotë.
E bashkë për këtë arsye, ne nuk do e shpikim një numër. Ama një gjë është e sigurt. Kapitali i diasporës është i pranishëm edhe në pasuritë e palojshme të Kosovës. E pyetja është kështu: sa i madh është ky kapital? Dhe kjo ende kërkon ma shumë të dhëna se sa ato që e kemi tani. Diaspora nuk është vetëm para që dërgohen në Kosovë. Janë edhe njerëz që vinë. Gjatë vitit 2025, sipas statistikave të hotelerisë dhe turizmit të ASK-s, u regjistruan 762.836 vizitorë, vendor dhe të huaj. E prej tyne, 463.092 ishin vizitorë të huaj, dhe u regjistruan gjithsej 1.653.390 net qëndrimi. E një të njëjtën kohë, në përpikat kufitare, gjatë vitit 2025 u regjistruan 7.465.625 hyrje të shtetasve të huaj në territorin e Kosovës. Ama edhe këto do të me bu një dallim. Një hyrje në kufi nuk do të thot patjetër një person unik. Një person mundet me hy disa herë, dhe jo çdo shtetas i huaj është pjesëtar i diasporës. Prandaj, nuk mundemi me thonë 7.4 milion pjesëtar të diasporës erdhën në Kosovë, se kjo do të ishte e pasakt. Ama mundemi me thonë, Kosova pati miliona hyrje të shtetasve të huaj gjatë vitit 2025. E kjo tregon që lëvizja ndërkufitare është shumë e madhe për një vend kaq të vogël. E një pjesë e kësaj lëvizje pa dyshim se lidhet edhe me diasporën. Po tash, do të më shiku edhe anën tjetër. Do të më shiku punën. Sipas Agjencisë të Statistikave të Kosovës, në vitin 2024, shkalla e papunësisë ishte 10.8%. Numri i personave të papunësuar ishte 50.074 persona. Ama një numër tjetër është edhe më interesant. Tek të rinjët, mosha 15 deri 24 vjeç, papunësia ishte 19.5%. Pra, pothuaj se një pjesë e të rinjve në fuqinë aktive të punës ishte e papunë. Dhe këtu do të më i bëni pyetje vetes. Kur një i ri në Kosovë sheh mundësinë me shku jashtë, e atje mundet me gjetë një punë, një pagë më të mirë, një sistem stabil dhe një mundësi për të ardhmen. Çka e bind aton me qëndru në Kosovë? Sepse nëse duam me ndalë me imigrimin, nuk mjafton me thonë mos ik. Duhet mi kriju arsye për me nejt. Duhet me kriju arsye për me i thonë rri. E këto, ekonomia lidhet drejt për drejt me diasporën. Sepse sa ma shumë njerëz largohen, aq ma e madhe bëhet diaspora. E sa ma e madhe bëhet diaspora, aq ma e rëndësishme bëhen remitancat. E këtu krijohet një paradoks. Kosova humb njerëz, ama fiton para. E pyetja është, a është ky model i qëndrueshëm për të ardhmen?
Tash kemi ardhur te pyetja kryesore. Sa është kontributi i vërtet i diasporës në ekonominë e Kosovës? Përgjigjja e sinqertë është: nuk e kemi një numër zyrtar të vetëm i cili mbledh këto të dhëna këtë së bashku. Nuk mujnë me marrë emitancat, e mjashtu FDI-n, e me ishtu shpenzimet e pushimeve, me ishtu do investime në banesa, e do toka, e do restorante, e dasmat, me ishtu biletat, udhëtimin, dhe me thonë, ja, kjo është kontributi totali i diasporës. Sepse, disa për këtyne kategorive mund të bivendosën. Çka do të thotë kjo? Disa nuk matën veç mas, e disa të tjera nuk kanë statistikë zyrtare të ndame si pas diasporës. Ama, ajo që e dim, është se vetëm remitancat ishin rreth 1.42 miliard euro në vitin 2025. Që si pas fondit monetar ndërkombëtar i bjen rreth 12.4% të bruto produktit vendor. Pastaj kemi edhe investime direkte, ama nuk e dim sa pe këtyne specifikisht janë nga diaspora. I kemi pasurit e palojshme, ama nuk e kemi një total të verifikueshëm të pronave të diasporës. Kemi turizëm, ama nuk mundemi me identifiku të gjithë vizitorët e diasporës. Kemi shpenzime, ama nuk e kemi një llogari të vetme zyrtare për të gjitha shpenzimet e diasporës. Pra, nëse dikush na pyet, sa është saktësisht kontributi total i diasporës? Përgjigjja më e ndershme është: nuk e kemi ende një shifër të vetme dhe të plot zyrtare. Ama ato çka e dim, është ajo se është shumë më e madhe se sa numri i remitancave. Para se me vazhdu me pjesën e dytë, du me bo diçka shumë të rëndësishme. Krejt këto që ka i ndëgjut, nuk ashtë që i kemi marë edhe i kemi ndërtu pe i fjallëve tona. Numrat janë marë nga burimet publike dhe institucionale për popullsinë, migrimin, për banesat, për turizmin dhe për tregun e punës. I kemi përdor të dhanat e Agjencisë të Statistikave të Kosovës. E për remitancat e bilancin e pagesave, i kemi përdor të dhanat e Bankës Qendrore të Kosovës. Për indikatorët makroekonomike dhe remitancave, me krahasimin bruto produktin vendor, kemi përdor të dhënat dhe vlerësimet e Fondit Monetar Ndërkombëtar. E për secilin statistik, kemi provu me tregu çka mat kjo shifër, cilit viti përket dhe a është përfundimtare apo preliminare. Sepse, kur flasim për një temë kaq të rëndësishme, nuk mjafton me pas një numër. Duhet me ditë prej nga ka ardhur ai numër. Dhe në përshkrimin e këtij epizodi do t'i gjeni të gjitha burimet që i kemi përdor për këtë holëmtim. Sepse një diskutim serioz duhet me u bazu në fakte. E kur faktet nuk janë të plota, duhet me pas guximin me thonë: këtë nuk e di mende saktësisht. Tash që i pam numrat, duhet me ba një pyetje që nuk është as pak e lehtë. Apo zbrazët Kosova?
Jo në kuptimin që nesër nuk ka me pas më njerëz në Kosovë, po në kuptimin e një procesi që ndodh ngadalë. Një familje largohet, pastaj një tjetër, një djalë shkon në Gjermani, një vajzë shkon në Austri, një familje bashkohet me familjarët në Zvicër, një tjetër e gjen një punë në Belgjik, dhe secili rast, veç e veç, mundet me u duk si një histori personale. Ama kur I mbledhim krejt bashk, atëherë e kemi një fenomen shoqëror. Migrimi nuk është vetëm statistik. Është një karrik bosh në një klasë. Është një banesë të cilës nuk I hapet modera. Një familje që jeton në 2 shtete. Një prind që e pret me fa fëmijën e vet. E një gjysh apo gjyshe që I shef nipat e mesat vetëm për disa javë në vit. E në anën tjetër, është edhe një realitet ekonomik. Sepse, ata që largohen prej Kosovës, shpesh vazhdojnë me mbështet Kosovën. Dërgojnë para, ndërtojnë shtëpi, blejnë banesa, investojnë, kthehen gjatë verës. Ama pyetja është, a mundet një vend mu mbajt përgjithmonë vetëm prej njerëzve që jetojnë jashtë tij? E ndoshta këtu fillon problemi më I madh. Sepse diaspora mundet me ndihmu Kosovën, ama diaspora nuk mundet me zavendësu popullsinë që po largohet prej Kosovës. Për shumë njerëz në Kosovë, diaspora është një shtyllë. Për disa familje, remitancat janë arsyeja pse mujnë me imbijetu. Për disa biznise, vera është periudha më e fortë e vitit. Për disa familje, shtëpia të cilën e ka ndërtu në Kosovë është investimi më I madh I jetës së tyre. Por tash, duhet me bo një pyetje pak më të vështirë. A është diaspora vetëm një shtyllë ekonomike e Kosovës? Apo është edhe një simptom I një problemi më të madh? Sepse, nëse njerëz largohen për shkak se nuk gjejnë mundësi, e pastaj pe jashtit dërgojnë pare për familjet që kanë bet, atëherë e kemi një rreth. Njerëzit largohen, parat kthehen. Ama njerëzit nuk kthehen gjithmonë. E kjo është një dallim shumë I rëndësishëm. Paraja mundet me u kthy. Njeriu, jo gjithmonë. Një remitans mundet me pagu një fakturë, por nuk mundet kur me zavendësu një mjek që ka emigru. Nuk mundet me zavendësu një inxhinier, një profesor, një teknik, një punëtor të kvalifikuar. Prandaj, pyetja nuk është vetëm sa para po kthehen në Kosovë. Pyetja është, sa njerëz po humb Kosova për me I fitu ato para. E këto, debati bëhet shumë më I ndërlikuar. Apo prodhon Kosova? Apo prodhon Kosova klasën punëtore për shtetet evropiane? Kjo pyetje mundet me tingëllu e rëndë, ama duhet me bo. Sepse, kur një I ri rritet në Kosovë, shkon në shkollë në Kosovë, merr profesion, e merr diplomën, e masnej largohet,
investimi që është bën atë person nuk zhduket. Ai person e merr atë investim me veti, edhe nëse e punon në Gjermani, në Zvicër, në Austri, në Belgjik, apo ku do tjetër. Atëherë, aftësia e tij po krijon vlerë, ama për një ekonomi tjetër. Kjo nuk do të thotë që Kosova nuk përfiton. Ajo përfiton përmes remitancave, përmes familjeve, përmes investimeve, përmes lidhjeve me diasporën. Ama duhet me pranu një realitet. Kosova nuk mundet me ndërtu të ardhmën e vetë, vetëm të eksportu njerëz dhe duke importu pare. Sepse një ekonomi e shëndosh duhet me kriju edhe vende pune, prodhim, eksport, inovacion, edhe mbi të gjitha mundësi. Pyetja që duhet me na shqetësu nuk është pse po ikin njerëzit. Pyetja duhet me qenë, çka duhet me ndryshu që një pjesë e tyne mos të ka nevojë hiç me ik. Nëse shkon në Kosovë, e sidomos gjatë verës, e sheh një vend që ndërton shtëpi, banesa, rrugë, lokale, ndërtesa. Ama ndërtimi nuk është i njëjtë me zhvillimin ekonomik. Një vend mundet me pas shumë ndërtesha, ama prap se prap me pas pak prodhim. Mundet me pas shumë apartamente, e prap me pas pak industri. Mundet me pas shumë konsum, ama prap me pas shumë pak eksport. Prandaj, duhet me bo një dallim. Ndërtimi krijon aktivitet ekonomik, ama prodhimi krijon kapacitet ekonomik. Dhe këto është pyetja. Apo e shfryzon Kosova kapitalin e diasporës për me ndërtu një ekonomi që prodhon? Apo kryesisht me ndërtu një ekonomi që konsumon? Sepse, nëse një pjesë e madhe e parave që vijnë nga jashtë përfundojnë në konsum, atëherë efekti është ndryshe. Nëse ato para investohen në fabrik, në teknologji, në bujqësi, në eksport, ose një kompani që punëson njerëz, efekti afatgjat mundet me qenë shumë më i madh. E këtu e kemi një pyetje që duhet m'ja bo vetës. Apo e përdormi diasporën vetëm si burim parash? Apo peshohim diasporën si partner për zhvillim? Diaspora nuk është vetëm para. Kjo është ndoshta një prej gabimeve më të madhe që mundemi me bë. Diaspora është edhe njohuri, është përvojë, rrjet ndërkombëtar, është gjuhë, teknologji, menaxhim, kontakte, e patjetër kapital. Më e rëndësishmja këtu është besimi në dy vende. Një pjesëtar i diasporës mundet me kuptu Kosovën, ama edhe tregun e Gjermanisë. Mundet me ditë si funksionon një biznes në Zvicër, si funksionon një biznes në Kosovë. Mundet me pas kontakte në Austri, e familje në Prishtinë. Ky është një kapital që nuk matet let me euro, ama mundet me pas vlerë shumë më të madhe
se sa vetëm eurot që I shohim. Prandaj, pyetja nuk do të më qenë vetëm sa para po dërgon diaspora. Pyetja do të më qenë sa pej dijes, përvojës dhe rrjeteve të diasporës po I sjellim në Kosovë. Sepse ndoshta potenciali më I madh I diasporës nuk është ajo që e dërgon, po ajo që mundet me u ndërtu. Po diaspora nuk është gjithmonë larg. Çdo verë Kosova ndryshon. Rrugët mbushen, familjet bashkohen, restorantet mbushen, dasmat shtohen, aeroplanet mbushen. Vetura me targa të huaja I shef kudo. Për disa javë, Kosova e ndjen praninë e njerëzve që jetojnë jashtë. Dhe kjo është pjesa interesante, sepse diaspora për një pjesë të vitit jeton jashtë Kosovës. Ama për një pjesë tjetër të vitit, ajo është fizikisht në Kosovë. Në Kosovë shpenzon, konsumon në Kosovë, viziton familjen, ndonjëherë dhe investon, ndonjëherë vendos me u kthy. Prandaj, ndoshta duhet me ndërtu edhe me ndërru pyetjen. Jo vetëm sa shqiptar jetojnë jashtë Kosovës, ama sa prej tyne e shohin ende Kosovën si vend ku munden me ndërtu të ardhmen. Sepse një vizitë verore nuk është kthim. Një shtëpi e ndërtuar nuk është patjetër kthim. Një rimitancë nuk është kthim. Një investim nuk është kthim. Kthimi I vërtet është kur një njeri vendos këto du me jetu. E pyetja është, sa njerëz të diasporës po e marrin këtë vendim? Në fund të fundit, kjo nuk është një histori vetëm për diasporën. Është një histori për Kosovën. Sepse diaspora është pjesë e Kosovës. Po është edhe rezultat I Kosovës. Njerëz nuk largohen në vakum. Ata largohen për arsye, për punë, për arsim, për siguri, për mundësi. Në fund për një jetë më të mirë. E nëse dua me kuptu diasporën, duhet me kuptu edhe vendin pej të cilit diaspora o largu. Prandaj pyetja nuk është vetëm sa po na ndihmon diaspora. Nashta do të me bo pyetjen, çka po bojmë ne në Kosovë që diaspora të ketë arsye me u kthy. Sepse një ditë remitancat do të bien. Një ditë investimet mund të ndryshojnë drejtimin. E një ditë tjetër brezi I dytë apo I tretë I diasporës mundet me pas lidhje më të dobta me Kosovën. E nëse kjo ndodh, çka mbetet? Nëse njerëzit janë largu, e parat ndalen, atëherë, çka ka ndërtu Kosova për veten e vet? E kjo është pyetja. E ndoshta, kjo është pyetja më e rëndësishme e këtij epizodi. Sepse diaspora mundet me ndihmu Kosovën. Po askush nuk mundet me ndërtu Kosovën nëse Kosova nuk e ndërton vetën. Për dikot që o rrit në Kosovë, edhe jeton jashtë saj,
Fjala shtëpi mundet me pas dy kuptime. Njëra është aty ku jeton, aty ku punon, aty ku i shon fëmijët në shkollë, aty ku e pagun qiron, aty ku e ka ndërtu jetën. Ama ekziston edhe një shtëpi tjetër. Ajo që e kalon pas. Ajo ku ka jetu si fëmijë. Aty ku e presin prindërit. Ku i ka kujtimet. Ku e ka mësu gjuhën e parë. Ku i ka shokët e fëmirisë. Ndoshta ajo shtëpi nuk është më shtëpia jote në kuptimin e vjetër. Ama prap, diçka mrena te e thot, pe aty jam. Kjo është një prej kontraditave më të mëdha për diasporën sot. Mundesh me jetu 20 vjet jashtë, 30 vjet jashtë, ndoshta krejt jetën jashtë. Ama kur dikush të pyet, prej nga je, disi si të del vet, jam prej Kosovës. Ama çka ndodh kur një ditë fëmia yt të pyet, po unë pe ka jam? Është përgjigjja ende e njëjtë? Brezi i parë ka kujtesën, e ka gjuhën, e ka vendin, e ka erën e oborrit, e ka shijen e ushqimit, e ka ftyrën e gjyshit, e ka të gjithë historinë. Ama brezi i dytë ka diçka tjetër. Ai ka lind diku tjetër. Ashtë rrit dikun tjetër. Shkon në shkollë dikun tjetër. Mendon një gjuhë tjetër. E Kosova, për to mundet me qenë ai vendi ku shkon verës. Jo pa tjetër një vend ku jeton. Ose e ndjen. Prandaj, nëse Kosova dëshiron me mbajt diasporën afër, nuk mjafton vetëm me i prit gjatë verës. Duhet me kriju një lidhje që funksionon edhe kur ata janë larg. Një lidhje kulturore, një lidhje arsimore, një lidhje ekonomike, e mbi të gjitha, një lidhje emocionale. Sepse brezi i dytë nuk mundet me trashëgu automatikisht lidhjen e prindërve të vet. Ajo lidhje duhet me ushqy, duhet me ndërtu, duhet me pas arsye me ekzistu. E nëse nuk ndërtohet, një ditë mundet me ndodh diçka shumë e thjeshtë. Prindrit thojnë, Kosova është shtëpia jonë. Dhe fëmijët thojnë, jo, Kosova është vendi ku shkojmë me pushime. E dallimi mes këtyre dy fjalive është shumë i madh. Ndoshta pyetja më e frikshme nuk është apo largohet diaspora. Sepse diaspora veç se është larg. Pyetja është, apo largohet diaspora pe Kosovës edhe emocionalisht? Sepse mundesh me qenë fizikisht në Gjermani, ama me pas zemrën në Kosovë. Mundesh me qenë në Zvicër, po me investu në Kosovë.
Mundesh me qenë në Belgjik, edhe me i mësu fëmijët me fol shqip. Ama mundet me ndodhe dhe kundërta. Mundesh që ke lind jashtë vendit, edhe i rrit jashtë vendit, edhe ke kriju jashtë familje, i ki gjithë shoqënien jashtë, tan karrierën e ki jashtë, edhe jetën e ki jashtë. E gradualisht, lidhja me Kosovën bëhet ma e dobët. Jo sepse nuk e don, ama jeta ndodh. E ndoshta kjo është sfida ma e madhe që Kosova e ka përpara. Jo vetëm e mbajt diasporën si burim ekonomik, po me mbajt si pjesë të shoqënisë. Sepse një ditë mundet me ndodh që Kosova ta ketë ende një diasporë të madhe, ama një diasporë që nuk ndihet më pjesë e Kosovës. Nëse një kosovar që jeton jashtë vendos një ditë me u kthy, çka ka me gjetë? A ka me gjetë një vend ku mundet me gjetë punë? A ka me gjetë institucione ku ka besim? A ka me gjetë shkolla të mira për fëmijët e vet? A ka me gjetë shërbime shëndetësore ku ndjehet i sigurt? A ka me gjetë një sistem ku rregullat vlejnë njësoj për të gjithë? A ka me gjetë një treg ku mundet me investu? Apo ka më u kthy edhe me u përball me të njëjtat probleme prej të cilave ka ik dikur? Kthimi nuk kërkon vetëm dashuri. Kthimi kërkon kushte. Nuk mjafton me i thonë diasporës kthehuni. Duhet me pas një përgjigje për pyetjen, pse me u kthy? Pse me la një jetë që e ke ndërtu jashtë? Pse me marrë një rrezik? E pse me i sjell fëmijët? Pse me investu bash? Kujt me i besu? E përgjigja nuk mundet me qenë vetëm sepse je shqiptar. Ja mund me ta prek zemrën, ama nuk mjafton me ta mush barkun. Nëse diaspora është kaq e rëndësishme, atëherë edhe Kosova duhet me mendu ndryshe për ta. Jo vetëm si burim i remitancave, jo vetëm si njerëz që vinë gjatë verës, jo vetëm votues kur na vynë vota, jo vetëm si numra, ama si partner. Njerëz që munden me sjell kapital, dije, teknologji, përvojë, kontakte, edhe mbi të gjitha ide. Ama kjo kërkon edhe diçka prej Kosovës. Kërkon besim, transparencë, institucione, stabilitet dhe një sistem kur një person që investon nuk ndihet që po lufton kundër sistemit. Sepse nëse duam që diaspora me investu, duhet me bë pyetjen, a ndihet ajo e sigurt? Nëse duam që diaspora me u kthy, duhet me pyet, a ndihet ajo e mirëpritun? E nëse duam që fëmijët e diasporës me rujt lidhjen me Kosovën, duhet me pyet, apo i japim ne atyne një arsye me dash këtë vend? Sepse identiteti nuk bëhet vetëm me fjalë, bëhet me përvojë.
E këto du me thonë diçka që ndoshta nuk kam i pëlqy gjithkujt. Diaspora nuk është bankomat. Nuk mundemi me kujtu vetëm kur na duhen paret. Nuk mundemi me i thonë, na dërgo pare, investo, ndërto, apo vini verës. E masnej, kur diaspora kërkon diçka pe Kosovës, me i thonë, ti jeton jashtë, mos u merr me neve, integrohu atë që ku jeton. Sepse diaspora është jashtë fizikisht, ama ekonomikisht, kulturalisht, e familjarisht. Ajo është pjesë e Kosovës. E nëse duam me mbajt këtë lidhje, duhet me pas një marrëdhënie dy koshe. Diaspora mundet me dhonë, ama Kosova duhet me ofru. Duhet me ofru mundësi, respekt, siguri, dinjitet. E mbi të gjitha, duhet me ofru një arsye me besu, sepse një marrëdhënie që funksionon vetëm në një drejtim, nuk është partneritet. Ajo është varësi. E Kosova nuk duhet me ndërtu të ardhmen e vetë mbi varësinë. Duhet me ndërtu të ardhmen e vetë mbi partneritet. Kemi folë për popullsinë, për migrim, për imitanca, për investime, për banesa, edhe për punë. Në fond për diasporën. Krejt këto numra na çojnë të një pyetje. Çfarë Kosove dua me ndërtu? Një Kosovë ku njerëz largohen, e parat kthehen? Apo një Kosovë ku njerëzit mund me qëndru, e diaspora mundet me u kthy? Një Kosovë që shë Kosovën vetëm si burim parash? Apo një Kosovë që shë diasporën si pjesën e vetë? Sepse ndoshta nuk është e nevojshme që krejt diaspora të kthehet. Ndoshta nuk ka nevojë. Ama duhet me pas këtë mundësi. Duhet me pas këtë zgjidhje. Me shku ose me qëndru. Me jetu jashtë ose me u kthy në Kosovë. Me investu ose me fillu një biznes. Me vizitu Kosovën ose me qujt Kosovën shtëpi. E një vend i fortë nuk është ai që i detyron njerëzit me qëndru. Është ai vend që u jep aty në njerëzve arsye për me zgjedh për me qëndru. Ndoshta pyetja e vërtet nuk është sa po jep diaspora Kosovës, por pyetja duhet me qenë çka po jep Kosova diasporës. Nëse je pjesë e diasporës, ndoshta shpesh e ke ndëgju mos e harro Kosovën. E sot, unë du me kthy këtë pyetje. Apo e harron Kosova diasporë? Ndoshta jo. Ndoshta ende nuk e kemi kuptu plotësisht se çka është diaspora. Nuk është vetëm dikush që dërgon pare. Nuk është vetëm dikush që vjen për pushime. Nuk është vetëm dikush që ka një shtëpi në Kosovë. Është një person, pjesë e një populli që jeton në shumë vende. E ndoshta një ditë duhet me unal e me pa diasporën si njerëz që janë larg, po janë pjesë të Kosovës. E prandaj, duhet me fillu
me i pa si njerëz që janë si pjesë e ekonomisë, pjesë e kulturës, pjesë e historisë, e ndoshta edhe pjesë së ardhmës. Ama kjo nuk mundet me u kërku vetëm prej diasporës. Kjo do të më ndërtu së bashku. Kosova e ka një diasporë të madhe. Këtë e dim. E dim edhe që diaspora dërgon miliarda euro. E dim që investon, e dim që kthehet, e dim që ndihmon familjet. E ndim që ka një rol të rëndësishëm në ekonominë e Kosovës. Ama sot, ne u munduam me shku pak ma thellë. Me ndo faktet prej supozimeve. Me ndo numrat prej emocioneve. Me thonë, këtë e dim, e këtë nuk e dim. Këtë mundemi me dëshmu, e këtë do të ende me hulumtu. Sepse një vend nuk ndërtohet me mite. Ndërtohet me të vërtetën. E ndoshta e vërteta është kjo. Kosova ka nevojë për diasporën. Ama diaspora gjithashtu ka nevojë për një Kosovë që mundet me dasht, me i besu dhe mu kthy te ajo. E jo pa tjetër për gjithmonë, ndoshta për një vit, ndoshta për një projekt, ndoshta për një investim, ndoshta vetëm për me i mësu fëmijët për nga vinë. Ama lidhja duhet me umbet. Sepse një popull nuk ndahet gjithmonë prej kufive. Ndonjëherë ndahet kur njerëzit pushojnë me undje vetën pjesë e njëri tjetrit. E pyetja që du me ju lon juve është kjo: apo e ndërtojmë një Kosovë që diaspora ka nevojë për to? Apo një Kosovë që ka nevojë për diasporën? Ndoshta përgjigja duhet me qenë të dyja. Sepse Kosova nuk duhet me pa diasporën vetëm si njerëz që janë larg. Duhet me pa si njerëz që janë pjesë e saj. E diaspora nuk duhet me pa Kosovën vetëm si vendin prej ka kanë ardhë prindrit e tyne. Duhet me pas një mundësi për me pa si një vend ku mundën me u kthy, ku mundën të investojnë, mund të ndërtojnë, edhe mund të kontribojnë, edhe në fundit mund të jetojnë. Sepse në fund, nuk është vetëm pyetja sa shqiptar jetojnë jashtë Kosovës. Pyetja është, sa prej tyne ende e ndjejnë Kosovën si shtëpinë e tyre. Unë jam Uran Kqiku dhe ky është epizodi 4 i emisionit Zë Lab. Ju faleminderit për vëmendjen tuaj. Natën e mirë.